Gjobë deri në masën 1 milion lekë të vjetra për tregtarët që tregtojnë lëndë të rrezikshme jashtë çdo kushti apo kriteri. Kështu shpreh shefi i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës Dilaver Laçi, 2 ditë pas shpërthimit të ndodhur në fabrikën e fishek zjarreve. Duke marrë shkas nga kjo ngjarje, Bashkia e Tiranës dhe Shërbimi i Zjarfikës ka nisur kontrollin për lëndët e rrezikshme në 4 tregje të Tiranës. Laçi kërkon vendosjen e hidrantëve në çdo rrugë dhe rrugistë të Tiranës, pasi mungesa e ujit është bërë shkak që zjarri rënë në treg të shuaj me vonesë. Kur bëhet fjalë për gjobat, Shërbimi i Zjarfikës ka drejtën e gjobës 1 milion lekë të vjetra. Nuk është ideja jonë për të gjobitur njerëzit, por për ato të cilët kanë shkelje dhe kanë rrezik të shtuar dhe nuk kanë marrë masa për mbrojtje nga zjarri, ato të gjobiten. Dhe me nënkujtën e bashkisë një takim që kishim mëngjes, kërkuam ne si Shërbimi i Zjarfikës me forcë vendosjen në çdo rrugë të re të hidranteve, pasi Tirana sot është e pa furnizuar me hidrante. Arsye është, në zjarrin kombinatet ne konsumuam rreth 25 makina zjarfikse dhe gjithë botët, arsye se uji ishte shumë larg. Punojësit e policisë bashkiake kryen kontrolle në dyqanet e këtij tregu, ndërkohë që kreu i Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorëve deklaroi se kontrollet do të shtohen për shkak të afrimit të festave. Vetëm në rastet ekstreme do penalizojmë, jemi prapë për të mbrojtur edhe vetë bizneset nga problematika, siç keni vënë re kohët e fundit kanë pasur problematika dhe vetë bizneset me zjarret e shkaktuara. Kështu që jemi këtu edhe për të këshilluar ata edukuar, por në rastet ekstreme dhe për t'i penalizuar. Në rastet ekstreme kur janë kushte flagrante të shitjes së këtyre lëndëve plase djegëse jashtë standardeve minimale që garantojnë këto dhe në sasira të mëdha. Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorëve bën të ditur se do të mbikëqyrë tregtimin e fishekzjarreve, ndërkohë që u bën thirrje tregtarëve që të tregojnë kujdes në zbatimin e ligjit për tregtimin e lëndëve të rrezikshme. Aksioni është shtrirë në 4 pikat kryesore ku tregtohen produktet e rrezikshme, lëndë plasëse dhe ndezëse, siç është tregu Çam, sheshi Evni Rustemi, tek medreseja dhe stacioni i trenit.